Tefik Maksuti, këshilltar në Kuvendin Komunal të Gjilanit, të martën zyrtarisht kaloi në LDK. Ai ishte pjesë e koalicioni qeverisës PDK-AKR në këtë komunë nga radhët e Oras i shkrirë në PSDK. LDK-ja opozitare tash ka 15 këshilltar, një më shumë se PDK-ja në pushtet. I pranishëm në këtë aderim ishte edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Gjilan, Lutfi Haziri, i cili të martën i shprehu mirëseardhje Tefik Maksutit në shtëpinë e vjetër. Maksuti u kthye në LDK, pasi më parë i takoi degës së Oras, e cila më vonë ishte shkrirë pastaj në Partinë Social-Demokrate të Kosovës, që është pjesë e koalicionit për Kosovën e Re, një koalicion i drejtuar nga AKR-ja. Maksuti tha gazetës Jeta në Kosovë se arsyet e kalimit nga PSDK-ja në LDK janë personale. Unë edhe familja jam kemi qenë gjithmonë LDK, edhe mendoj që me LDK-n mujna me hecë përpara. Edhe tash prej ardhës Lutfi Hazirit në krye të partisë, për prefektin e qytetit, mendoj që kemi mbri kvotën më të lartë. Me këtë aderim, LDK-ja në Gjilan tash ka 15 këshilltar, një më shumë se partia në pushtet PDK-ja, dhe ky ndryshim ka rritur apetitet e partisë më të madhe opozitare kosovare. Nga dita sotme, kryesuesi i Kuvendit, zoti Zeka, nuk e ka mandatin për me qeverisë në emër të shumicës së Kuvendit Komunal të Gjilanit. Ne do të kërkojmë zyrtarisht që pozita e kryesuesit të Kuvendit të lirohet dhe ajo pozitë të jepet grupit politik më të madh Kuvend Komunal, e që në këtë rast është Lidhja Demokratike e Kosovës. Sa këshilltar janë tash? Tash jemi 15 këshilltar. Në anën tjetër, Izmi Zeka, kryesuesi i Kuvendit Komunal të Gjilanit, thotë se nuk është i shqetësuar nga largimi i këshilltarit Tefik Maksuti. Megjithatë, ne kemi funksionuar si koalicion edhe deri tani, po deri nesër edhe deri në zgjedhje do të funksionojmë si koalicion si të si që jemi, që kemi shumicën në Kuvendin Komunal. Dhe kështu që do të ecmi tutje. PDK-ja i ka me gjithë koalicionin 21 këshilltar komunal që ne mund të lirshëm ta mund të funksionojmë dhe të qeverisim komunën e Gjilanit. Po nuk është një handicap, qoftë edhe me qenë në numrat e njëjtë, nuk është një handicap sepse ne megjithatë edhe me këtë përvojë që kemi ne ecmi tutje. Mundësitë e kërkesës së LDK-s për shkarkimin e tij, ai i konsideron marketing politik. Opozita ose LDK-ja ka kohë që është mundu të bëj hapa të tillë konkret, hapa të tillë çfarë janë, po është aspekt edhe i opozitës. Duhet ta kuptoj është kohë e fushatës, është kohë e marketingut dhe natyrisht që ata përmes qoftë hapave të tillë, qoftë përmes largimit nga seancat që po i bëjnë kohët e fundit, qoftë përmes çështjeve tjera, po mundohen që spaku të kenë një fokus opinionit e ta. Mirë, po kjo është krejt ajo që mund të them që më shumë do i bëj dëm Lidhjes Demokratike sesa që neve si Parti Demokratike dhe si qeverisje komunale. Koalicioni i partive që qeverisin Gjilanin përbëhet nga PDK-ja, AKR-ja, Partia Demokratike Turke e Kosovës dhe PSDK-ja. Këto 4 parti së bashku kanë 20 këshilltar. Numër të njëjtë këshilltarësh, nëse bëhen bashk, kanë edhe LDK-ja e AAK-ja në Gjilan, përderisa një këshilltar është i pavarur. Para se të bashkohej me LDK-n, Tefik Maksuti kishte marrë disa premtime nga kjo parti. LDK-ja më ka premtuar premtimet e mia, mi ka premtuar që kam qenë do të jam në këshill të përgjithshëm, edhe në listën e numrave kemi qenë lart. Që kjo ka qenë premtimi që të bashkohen nga LDK. Për ndryshe s'kishe kalu nëse s'kishe dhënë këto premtime. Kisha kalu ndoshta për atë punë se nuk ka me rëndësi kjo shumë, po premtimet që vazhdo, unë kam pas shpirtin e kam pas gjithmonë këto. Në reagimin e ditës së mërkur, dega e Partisë Social-Demokrate në Gjilan, nëpërmjet një komunikate, tha se Maksuti u largua nga strukturat e partisë, pasi i kishin bërë të qartë se nuk do të ishte kandidat për këshilltar në zgjedhjet e ardhshme lokale. Sipas faqes zyrtare të komunës së Gjilanit, Kuvendi Komunal ka gjithsej 41 këshilltar. Aktualisht, 15 janë të LDK-s, 14 të PDK-s, 4 të AKR-s, 1 i Partisë Demokratike Turke të Kosovës, 1 i PSDK-s, 5 të AAK-s dhe 1 kandidat i Partisë së Drejtësisë që ka kaluar si i pavarur.